Ndryshimi i sistemit në Shqipëri u shoqërua dhe me ndryshimin e standardit të jetesës për fëmijët e bllokut të udhëheqjes. Për shembull, djali Enver Hoxhës tha se pasi i nxorën nga vila, ai u detyrua të shkonte për të jetuar tek shtëpia e Vjerrit, ndërsa fëmijët e Ramiz Alis kanë vendosur të qëndrojnë plotësisht të tërhequr nga daljet mediatike. Pasi babai i tyre ra nga pushteti, jeta e 3 fëmijëve të tij mori një kthes të fortë. Edhe pse Ramizi e kishte nuhatur disi këtë punë, ai kishte marrë masa që trashëgimtari i tij, djali i vetëm, të bënte një jetë më të mirë. Ramiz Alia ishte babai i 3 fëmijëve, 2 vajzave dhe një djali, dhe ajo që sot më shumë ka kuriozitet është se me çfarë merren fëmijët e ish udhëheqësit komunist dhe ku jetojnë ato. Në vitin 1989, Ramiz Alia i ndryshoi mbiemrin djalit nga Aliaj në Bora dhe sapo sistemi ra, djali i Ramizit u largua për në Francë. Me kontaktet që kishte lënë babai dhe me shkollën që ai kishte mbaruar në Shqipëri, ka filluar punë në një bankë në Paris, ndërsa aktualisht është CEO i një grupi të madh bankash europiane, një pozitë që ëndërrojnë shumë veta, por që nuk munden ta arrisin dot. Djali i Ramizit bën një jetë me standarde shumë të larta dhe radhitet te personat që kanë një pasuri të konsiderueshme. Por e kundërta, është Zana, motra e madhe, e cila ka vendosur të mos largohet nga Shqipëria dhe ka qëndruar tek një shtëpi që ka aktualisht te zona e Shallvareve. Ajo posedon, së bashku me familjen e saj, një apartament 62 metra katror. Ajo bën një jetë mjaft të thjeshtë, nuk e sheh asnjëherë me veshjet e shtrenjta, madje shumë veta kur e shohin me qese, teksa bën pazarin, nuk e din që ajo zonjë aq e thjeshtë dhe fisnike që jeton në një apartament shumë modest është vajza e Ramiz Alis. Zana vendosi të mos largohej nga Shqipëria, sepse ajo donte të qëndronte pranë të atit dhe t'i shërbente atij, ndërsa vajza e vogël e Ramiz Alis ka shkuar në Suedi, aty ku jeton dhe ka krijuar familjen e saj prej shumë vitesh.